E në kohën e fundit në ra rasti për vrasjen e Zahir Pajazitit. E pash kur gjujti një izi, një policist, ama çka ishte Ashkalia, çka ishte nuk e di, a mund të ishte edhe sërb, nuk e di se nuk e pash mirë une. E ndjeva edhe policin kur tha, ai që duhet, tha është. Une e kam emrin Nexhat Jashari, nga fshati Tenov i komunës Tetovës. Une jam vozit si autobusit Turing, firma e cila ka vozit gjithmonë në përtan Evropën, veçanërisht e kum bo vinë e parë që kum qelë për Prishtinë ka qenë 1987. Ka erdhë mas pari autobusin në Prishtinë. E kemi prit atë vi 4 vjetë deri ku e lejun Gjermanët. Nuk e lishon të Serbia, nuk e lejonte, edhe masane kur e lejoj, atëherë kam qenë une dhe Ramadani nga fshati Tenov ka qenë. Edhe ne kemi vozit gjithmonë atë vi rregullisht. Dhe masanej kemi pas marrëdhënie me Kosova Transin. Atëherë ka qenë direktori Kosova Transit, ka qenë Mustafa, mi jemi një kumaru, se përmendi, mirë pa bo për Ramet ka dek, Rametlia, e shumë buri mirë ka qenë, shumë ka ndihmu, shumë për popullin ka qenë kështu klasës parë. Ne me vërtet kemi kalu shumë bukur, shumë mirë. Edhe në kohën e fundit kemi pas probleme me popullin se populli ka pas zor të madh. Tanë Kosova ishte në zjarr. Ato i ndalshin, i maltretojshin. Qa bëthon? Ato djemë të ri i zbriqin për autobusave, i ngocmoshin gjithmonë, ke qenë demonstrat, edhe unë gjithmonë ju mundoj me të madhe, u kum dimu. Edhe faleminderit për Zotit, kemi kalu mirë, edhe kosovarët e njohën atë gjohën. Kush mjef, kush nuk mjef, gjohën normale që s'mund të ditë atë. Edhe masane kemi pas do aktivitet tjera, kemi pru të holla, kemi bajt, kemi ndimu popullit. Edhe në kohën e luftës, kemi bo aktivitet për Gjermanie jashtë, kam transportu ushtrin pre Gjermanie në bari në Itali, manë në bari zbritshin, dilshin për në Shqipëri. Këne i pritshin autobusat e Kosovës edhe Shqipëris edhe i bishin koshare. Qëket aktivitete kemi pas, edhe nuk jom pishmon kurin jetën teme se ka qenë shumë mirë, edhe shumë mirë kemi kalu. Edhe dha Zoti, durim, Dioni, Ibrahim Rugovën kemi pas kontakt, edhe kemi kalu shumë mirë. E në kohën e fundit, në ra rasti për vrasjen e Zahir Pajazitit. Unë e kam qenë keri 4 në rrugë, neve në kaloj një lada, nuk e parë sa vetë ishim menda, 2-3 nuk e parë sa vetë, ish me shpejtësi të madhe. Mbas ladës policia. E ne ishti ke fshati Nadakovs, atje ka edhe përmendorin ja kanë bua atje, edhe e pash kur gjujti një izi, një policist, ama çka ishte Ashkalia, çka ishte nuk e di, a mund të ishte edhe sërb, nuk e di se nuk e pash mirë une. Mas andaj ato neve nuk na lanë të afrohemi afër, kushon çka është, mervesh. Nuk e dishim se çka ka ndodhur, pse kërsitën ato. Ama mu më shkoj mendja se unë ku pas dhimje në atë rast, më shkoj mendja që dikush është pitonët dhe një i madh. Pa thash me siguri dikush e ka lajmëru, e ka shpionar dikush. Thash edhe e kanë gjujt. Masën e policia me të madhe u bo, tha, ju dhe të ktheni, tha prap, këtu tha më nuk ka deportim, edhe në kthej neve prap. Unë hina në vushtri, pe vushtris, ra shkova për ndërvar poshtë edhe dola për ke centrala, ke Nobiliq. Pi Nobiliq i ardhën Prishtinë në atëherë. E që kjo ka qenë për punën e Zahir Pajazitit. Asje automatikun e ndjeva kër gjujtën. E ndjeva dhe policin kër tha, ai që duhet, tha është. Mervesh, do me thonë do kanë pas diçka, i kanë lajmëru. Ka pas diçka se nuk ka qenë e kote, pa lidhje. Edhe ai polici sërbisht, sa ai që duhet, tha është. Thash me se përmendur edhe sërbisht edhe Shqip, që kjo ka qenë me ato, ke Zahir Pajaziti. Masa ne, se s'na lanë të him, këshirim neve, na këthin poshtë, nuk e pash bashkë mirë kush është mrenda.
Mbasi dulëm në vushtri, e një të mnekës, ku dole ndërvare, gjë kom do shak une, ato pleshte përmendën, thare, më duket se e kanë vra Zejt Pajazidin e kanë lejmëru. Me dhimbje, kër e mora vesh se aja është, se nuk e disha une se, ja kësha një zonin, e disha se është aktivist kombëtar, se unë vetë kam qenë aktivist kombëtar bëll, edhe më intereson të përate me dhimbjet madhe. Bile dhe sot këmë teket më kahat. Së më vinë mirë për atë përgjohë, po kemi pas të hekëm. Ama nuk më vinë më dhimet shumë. Se me të vërtet e di se që kanë hekë. Nëna tona, motrat tona, dhezlit tona. Se unë këmë bajtë ushtrinë për Gjermani, këmë donë të intervjua disa herë në bari poshtë, në gjermanisht, anglisht pak e di, pas se marrë vesh shumë e din, e nuk e përzim, a që se di së përzim në të qoja. E në gjermanisht i këmë donë, asi, më bëshim pije që kuj qënë të këtu ushtarët, të janë gjendë që i kalon nënat, motrat, babalarët, atë dhe unë e vete kalon, shprazët, kanë ikë pizorit se gjemë të ri, mirshin edhe i fuqin në përburgje, i rrifshin, i maltretojshin. Mi zbriqin për autobusi, në kur që këmë leju të më zbriti një për autobusi. Dhecit kosovare din bukur mirë ato që kanë ustu me mu bashkë, gjithmonë. Ato gjithmonë e prishin autobusi jem të mushet derin pik plot, veç shka kutike se dishin që i pështojnë, për ato se gjuhën sërbisht e foli mirë. E ne s'ka pas problem ato. Masa nej, ato hëse ne jemi të Macedoni, se nuk në këqirshin bashkë si kosovarve. Ajo ka qenë një plus i math për vëllezërit kosovarë në pështim, se bep që aje ki është i Macedonisë nuk ka lidhje me ato. Amën kemi kalu mirë në atë aspekt. Mirë po, koha e bonit veten, dha Zoti, në pështun edhe Amerikanët, se unë kompozitin e Amerikanë, edhe situatën nuk jam i shkollum këshisi, kom një 8 vjeçare të krime, mirë po, Zori e bon punën e vete, ne kemi pas shumë edhe interesat në doja për kombin shqiptar, veçanarisht unë e vetë, ma shumë i duhet Kosovës se Tetovën, unë vetë. Shpirti jem e do në Kosovën. Për qatë edhe këmë bajt aktivitet math, sa ku mund të këmë dimu vëllezërve kosovarë. Edhe në Gjermani, edhe me autobusin mos flasë mo, ka qenë diçka ekstra. Edhe jo di për faleminderë, dhe dha Zotin a pështu gjithve.